Një situatë skandaloze që rrezikon të kthehet edhe në problem serioz për shëndetin publik, por regjistrohet në kulmin e sezonit turistik, në një nga zonat me fluksin më të lartë të pushuesve vendas dhe të huaj. Bëhet fjalë për zonën e njohur si Lamanaj, në ujë të ftohtë, ku një erë e rëndë dhe mbytëse e mbeturinave po shqetëson çdo ditë banorët dhe pushuesit. Ata shprehen tepër të shqetësuar për situatën, ndërsa kërkojnë që përveç largimit të mbeturinave, të merren masa dhe për larjen dhe dezinfektimin e rrugës dhe të kontenierëve, menjëherë pas përfundimit të procesit të pastrimit. Sa jemi ne këtu asnjë. Pasi automjeti I merr hedh pak klore dhe kaq. Nuk lahet asnjëherë. Duhet lahet. Po duhet larë dhe duhet betonor që të lahet, se nuk lahet ashtu siç është me zharror. Çdo ditë kjo aromë Çdo ditë. Është shqetësim apo jo? Po është shqetësim për turistët, për gjithë, për ata që jetojnë këtu është shqetësim. E pakëndshme. Skandaloze. Po, është e vërtet. Po freskia duhet? Të gjitha duhen. Po varet se sa bën dhe kush e bën. Në redaksinë e televizionit 6+1 Vlora kanë bëritur ditët e fundit 10 ankesa nga banorë dhe pushues, të cilët denoncojnë se aroma e pakëndshme e mbeturinave është bërë e përditshme, ndërsa këtë të martë televizioni ynë ndoqi nga afër aksionin e ndërmarrjes së pastrimit gjatë zbrazjes së kontenierëve. Megjithatë, shkaki i erës së rëndë nuk janë vetëm mbeturinat, por edhe lëngjet që rrjedhin nga automjeti i pastrimit pasi ai mbushet, siç po ndiqni edhe pamjet në ekran. Këto lëngje derdhen përgjatë rrugës dhe mbeten aty, ndërsa pas largimit të automjetit nuk kryhet as larja dhe as dezinfektimi i rrugës. Nëse do të mund që përtej ekraneve tuaja të përcillej aroma që gjendet në këtë zonë, do të asfiksoheshit dhe kjo do të ishte e pakta që mund t'ju ndodhte. Pas shqetësimeve të ngritura nga banorët e zonës tu në territorin e pjesës së Lungomares, në afërsitë të zonës së 7 pallateve që lidhet me rrugën e Unazës, televizioni 6+1 Vlora realizoi një vëzhgim se si bëhet pastrimi i mbeturinave në këtë territor pikërisht në kulmin e sezonit turistik. E ndërsa ndoqëm gjithë procesin e heqjes së mbetjeve, situata problematike paraqitet nga këto ujëra, të cilat dolën nga automjeti i cili po ngarkonte mbeturinat urbane në këtë zonë. Pikërisht ujërat e mbeturinave apo thëndryshe lëngjet e gjithçkaje që prodhohet apo konsumohet në përbanesa dhe restorante kanë përfunduar në rrugë dhe është pikërisht ky shkaku se përse e gjithë zona në çdo orë të ditës mban një erë që nuk mund ta durosh dot. Një vatër infeksioni në kulmin e sezonit turistik. Ndaj ndërmarrja e pastrimit duhet që jo vetëm të heqë mbeturinat dhe të mjaftohet me hedhjen e një sasie të pakët klori, sikundur po ndiqni nga pamjet në ekran që përcjell operatori Anton Hoxha, por duhet që me ujë me presion pasi të realizoj heqjen e mbeturinave të mundsoj larjen e rrugës. Pasi në këtë situatë me temperatura të larta është një burim infeksionesh dhe rreziku për shëndetin. Zgjidhja e këtij problemi kërkon ndërhyrje të menjëhershme, veçanërisht në një zonë me rëndësi të madhe turistike siç është uji i ftohtë. Krahas largimit të mbeturinave është e domosdoshme që ndërmarrja e pastrimit të kryejë edhe larjen e rrugës me ujë me presion, si dhe dezinfektimin e zonës dhe kontenierëve. Vetëm në këtë mënyrë mund të eliminohet era e rëndë dhe të garantohet një mjedis i pastër për banorët dhe pushuesit gjatë sezonit turistik.